Kaos në administratën amerikane, punonjësit në ankth për mbylljen e mundshme të qeverisë. Punonjësit federal në Shtetet e Bashkuara përballen me një klim të thellë pasigurie, frike dhe ankthi, për shkak të një mbyllje të mundshme të qeverisë e cila mund të hyjë në fuqi, nëse Kongresi nuk miraton një paketë financimi deri të martën në mbrëmje. Shtëpia e bardhë e presidentit Trump ka kërcënuar se kjo mbyllje do të shoqërohet me shkurtime të mëdha dhe të menjëhershme nga puna, një valë re masive drastike që ka goditur shërbimin publik këtë vit. Sipas CNN, 11 agjenci federale, punonjësit janë të tmerruar, të orientuar dhe nën stres të vazhdueshëm. Shumë ende nuk e din nëse kjo do jenë dhe kush do jetë në listën atyre që do vazhdojnë punën gjatë mbylljes apo që do pushojnë përkohësisht ose përfundimisht. Një person i brendshëm ka treguar se zyra e buxhetit të Shtëpisë së Bardhë ka udhëzuar agjencitë që ta shfrytëzojnë këtë situatë për të bërë shkurtim të pozicioneve që nuk përputhen me prioritetet e presidentit Trump. Jam absolutisht e tmerruar që të kaloj të njëjtën gjë sërish. Ky trajtim është njerëzor, u shpreh një punonjës që u pushua këtë vit dhe më pas u ripunsua përsëri. Administrata Trump ka fajsuar demokratat për situatën duke thënë se ata po bllokojnë një zgjatje të thjeshtë financimit për shkak të kërkesave si kujdesi shëndetësor për emigrantët pa dokumente dhe financimi për NPR. Ndërkohë demokratat kërkojnë që çdo marrëveshje të përfshijë zgjatjen e subvencioneve të Obamacare dhe përfshirjen e disa programeve sociale në një pikë bllokimi për republikanët. Në shërbimin e të ardhurave të brendshme IRS, ku tashmë ndodhi një reduktim për 20% të stafit, punonjësit kanë frikë se mbylljet do ndikojnë në përpunimin e 1.3 milion deklaratave tatimore për qytetarët që kërkuan zgjatje.